të kaluamën, po them, ka pas keq kuptim në kuptimin e moshës, i cili ka tingëllu kështu. Haxhin e kemi obligim, mirë po nuk do ta kryejm derisa jemi 3 për arsye se haxhin është vështirë me e majt. Kanë thonë haxhin është vështirë me e majt. Edhe mu më ka rastis me bisedu me njerëz në të kaluamën, tash marrall ndodh kjo, po them se edhe gjeneratat kanë ndryshu. Po më ka rastis me dëgju për njerëzve të thonë, po haxhin do të me elon për moshë të shtyme, dikun të mosha e pensionit, për shkak se ti kur të bash haxhi, kthehesh nga haxhi. Te janë numëruar disa sharte të tjera për me mbajt haxhin. Zban me punu. Zban me peshu. Pse zban me punu? Zban me peshu, zban me shit me ble. Pse? Thotë se nuk ban me rajt. Nuk ban me mashtru në pesh, ose në mas, nuk ban me kjo s'ka mas para haxhit. Edhe gjithmonë, besogu jarë, përgjigje ose kundërpytja ime ka qenë pse, për ata që s'janë haxhi, a janë të leju me këto muhabete? Edhe njeriu ka ndodhur që ka thonë, nuk e pas kam mendu. Për arsye se është gjithë ditun edhe gjithë njohur që s'ban me rajt, s'ban me vjedh, s'ban me mashtru, pavarësisht a je haxhi apo nuk je haxhi.